Përshëndetje gjithë nga fortesa Ish-Bella Cërk, sot këtë ditë të çmuar me 25 shkurt 2026 që të punue të pregadit për tokën pellore që sa e bukur. Shëret Zoti e ka bon këtë tokë. Këtu në fshatrat e Rahovecit që lidh fshatin Zërz me Fortesë, vendin ku kanë ra një nga dëshmorët e parë të kësaj jane, Sakip Bellaqa, përparim nipi i Landovicës, përparim Thaqi, edhe studenti fakt që veç ka pas temën me mbrojt diplomas Fehim Gashi nga Drenovci, vllaut, ashtu dëshmorit Bedrush Gashi, djem të Basavdi, nga fshati Drenovc, nga celullet e para të QK-s ku atë fshatave ka dalë publikisht në zonën e Pashtrikut, ushtria shërbimtare e Kosovës me 26 prill 1998, duke rradhit si shtabi i tretë nivel Kosovës pas atij Drenicës dhe Dugazhinit. Qep të reja. Në tokë të komunës të Rahovecit, një nga zonat bujqësore të njohura. 2026 qepet. Kjo është tokë pellore këtu në Fortesë. Fortesë jam. Shkurt 2026 në Fortesën Kreshnike, edhe Zoti ka dashur që ka nisë bilmeti, ka nisë që kjo është të populli jam të punë. Fortesa e bukur, qërës Fortesa e bukur, Lozër, bujqit punoj, në zherin që punu, knallin bujqit, Fortesës, të vinës, bujqit moa, në bovës, Zërgja, të i punojnë. Kulturët me gjafërsorin që të në ordën, në tijen, në runalijen, që qëtu, që të në nërë. Da copa, aí na copa.
flamurin në atë. Tu jemi mbi fshatin Fortesë Travecit. Si që shikoni, jem në prag Stinës Pranverës, mirë po bjeshkët ende kanë bord pashtrikit. Jem me Muhamet Kukën Amerikanin, me vllahun e dëshmorit Suleiman Kuka, i ranë dëshmor në prill 1999. Fortesa ka ditën me 25, na kemi 26 në gjitha fshatet të Travecit. Ka pas barbaria serbe shumë masakra ka bo, pasi është zonë e pasur, i ka dhënë luftës për liri edhe shumë ushtarë janë përcjell, janë ushqy, janë prit. Atje është Drenovci, ku me 26 prill 1998 në atë fshatëve që është dalë publikisht QP-ja, duke u radhit si shtabi tret nivel Kosovës pas Dugaxhinit, pas Drenicës dhe Dugaxhinit. Nuk kem familjar të zaka një pa edhe çdo vit vi edhe këtu. A hecim beto Mamet? Tash vazhdojmë ka pjesa kodrinore ku janë vreshtet e Travecit, ku veç ka filluar kitja e rrushit apo disa e quajnë krastitja. Nifët si Travecit dihet si treg bujqësore. Hajde, hajde zamë.